Ky është një tutorial i thjesht për të filluar një vizatim, pra një projekt arkitektonik në Revit. Kjo është faqja e parë e Revitit. Unë përdor Revit Autodesk 2021. Këto janë disa modele të fundit, të cilat unë i kam krijuar në Revit, të cilat disa janë bërë në Revit Structural, disa janë bërë në Revit Arkitektur. Për të krijuar një model të ri, kemi disa opsione. Bëjmë open, siç janë këto modelet e fundit, ose çfarë mund të kemi në galeri. New mund të fillojmë një të ri, mund të hapim families ose të krijojmë dhe families. Tani tek models new, po të klikojmë, kjo është dhe le të themi faqja ku krijohet një model. Një model projekti dhe një model projekt. Do të thënë një projekt i gatshëm dhe një model template. Atëherë, po të shikojmë këtu, kemi disa opsione që mund të zgjedhim: Imperial Construction, Imperial Architectural dhe Imperial Structural. Kemi dhe Imperial Systems. Tani këto janë një sistem, le të themi, amerikan, i vendosës së njësive matëse, së gjithë parametrave të tjerë. Ndërsa Matrix, kemi të bëjmë me Matrix CI, sistemin e përgjithshëm. Dhe kemi, le të themi, një template konstruksioni, arkitekture dhe strukture. Normalisht mund të fillohet me një Matrix Architectural, unë po e kap një fillimisht dhe po krijoj një projekt të ri. Okej, kjo është faqja e parë, do të thënë që ju del. Duhet të ketë parasysh tek opsioni manage këtu, projects units. E shikoni pak dhënat e përgjithshme, që nga këndi me grad, sipërfaqja në metër katror, kujdes gjatësinë këtu, do të thënë me metër kryesisht. Mund të shikojmë edhe sa zero pas presës mund të duam. Parameters zgjodha unë. Këto parametrat e tjerë, pastaj masa është në rregull, shpejtësia, koha, volumi e kështu me radhë, domethënë. Dhe okay. Për të filluar në metër. Tani, këtu janë të gjitha dritaret e Revit arkitekturës. Normalisht ne mund të gjejmë tipe muresh, dyer dritare, komponente, mobilje, arredimi, kolona, çati, soleta, dysheme, mund të gjejmë gjitha, domethënë, tipe për të modeluar një objekt në aspektin arkitektonik. Normalisht kemi panelin e strukturës, të modelimit strukturor, ku bëhet fjalë edhe për parametra materialesh, pra nuk është thjesht një vizatim, por ka dhe parametra. Kemi modelimin dhe vizatimin e strukturave të çelikut, të paraprgatitura, sistemet, bëhet fjalë për sisteme hidraulike, elektrike, inserti duhet të ketë parasysh që të gjithë elementet që unë sapo thash, këtu kemi nga një model të përgjithshëm elemente. Për shembull, nëse marrim kolonat, kemi vetëm një tip kolone. Nëse duam të importojmë elemente të tjerë që ka programi që ne kemi shkarkuar, kalojmë këtu tek load family, zgjedhim për shembull në libraries këtu. Kryesisht janë downloadime që kam bërë unë për element arkitektonik, por mund të futem dhe në libraries dhe English Imperial. Këtu mund të gjejmë shumë lloje elementesh, për shembull nëse duam element struktural, i kemi këtu të veçuara. Në pjesën tjetër pasaj arkitektonike kemi këtu. Nëse duam një kolon strukturale prej betoni, këtu kemi disa tipe të përgjithshme. Mund të bëjmë open dhe është në rregull. Gjithsesi, unë vetë kam krijuar dy template, një strukturore dhe një arkitektonike. Pse? Sepse i kam bërë gati të gjithë elementet që unë dua që të mos harxoj kohë duke bërë insert families gjithmonë. Kështu që po e mbyll këtë si faqe. Dhe po kaloj në models, new, po zgjedh template-in tim.
Atëherë, ky është projekti strukturor, ky është modeli templateit arkitektonik që unë kam krijuar. Normalisht tu ka shumë element që unë kam insertuar, kështu që është një file goxha i madh, diku te 300-400 mega, e normalisht vonohet pak për ta hapur. Ndryshe nga modeli New Metric Architectural që hapam përpara, që u hap më herë, ky do kohën e vet, domethënë të upload gjithë elementet. Ok, ja u hap dhe faqja e punës. Do të kemi parasysh që përveç toolbars që janë të përgjithshme, deri këtu, unë kam dhe disa toolbar shtesë. Në Revit është një program shumë inovativ, ku her pas here ndodhin updatime, përditësime, pluginse të rinj që vendosen dhe normalisht është një program shumë dinamik, domethënë nga momenti në moment shfaqen elemente të rinj që shton si program. Do të kemi parasysh që ky paneli këtu është për të dhënat properties. Të dhënat e elementeve që ne do krijojmë, tu kemi të dhënat e pamjeve, për shembull tu kemi 2 pamje planimetrike. Tu kemi dhe le të themi ato pamjet e objektit në 4 drejtime sipas busullës. Pamje 3-dimensionale, kështu me radhë domethënë. Gjithsesi unë s'kam filluar të krijoj akoma akset, hapi para shkrijimi i akseve. Atëherë, për të krijuar një projekt, le të themi, ne do fillojmë nga vizatimet e planimetrisë. Si të vizatojmë një planimetri na duhen akset. Për vizatimin e akseve, domethënë edhe pse ne jemi në një nivel 0 këtu, mund të kalojmë në arkitekturë dhe grid, ai sistem aksesh. Në Revit kjo është e thjeshtë, mund të bëjmë aksin e parë, po të shikoni kjo del me numrin 12 sepse te template im që unë kam punuar më përpara ka arritur deri në aksin 12. Kjo nuk është problem, domethënë. Atëherë, unë po e kaloj në aksin 1. Për të shtuar akset e tjera shumë thjesht, domethënë kalojmë përsëri në arkitekturë, grid. Ka disa mënyra për të shtuar akset, domethënë unë përdor një mënyrë që më duket si më e thjeshta. Pick lines, i jap distancën ku dua të krijoj aksin e dytë. Për të krijuar një planimetri ne duhet të kemi planimetri vile, le të themi, ne duhet të kemi minimumi 5-6 akse në një drejtim dhe 5-6 akse në drejtimin horizontal. Atëherë, aksin e parë të i dhome unë po e mbaj me 6 metër. E krijova. Hapësirën e dytë po e mbaj 3.5 metër. Ok, u krijova. Hapësirën tjetër po e mbaj 7 metër. Po mbaj dhe një hapësirë konsoli 2 metër. Kaq në këtë drejtim, kaloj në drejtimin tjetër. Gjithmonë SC kur mbaron një komand, po bëj dhe këtu aksin e parë, përderisa jam në një plan tjetër, po e emërtoj dhe me gërmën A. Vetë programi tani e njeh kur unë shtoj aksin tjetër horizontal me emërtimin B. Arkitektur, grid, kaloj në pick lines dhe jap dhe një distance offseti, 5 metër. Ok, ja kush aksi 2, 2 metër po jap këtu, dhe 6 metër po jap këtu. Po jap dhe një 1.5 metër këtu sipër. Mund ta kem për krijime balkonesh. Ok, kaq akse mua më mjaftojnë, domethënë. Po i selektoj këto dhe po i zhvendos pak në qendër. Po të shikoni këto 4 piketat, është dhe zona ku ne mund të kapim pamje. Prandaj unë po i orientoj në një mënyrë pak më të organizuar brenda këtyre piketave. Nëse kemi hapësira të mëdha, domethënë, mund dalim jashtë piketave, duhet të lëvizim pak edhe piketat.
Pra le të themi unë bëra një riorganizim pa akseve në plan. Tani për të kaluar pak në elevation, në pamje, po kaloj në east fillimisht. Pse po kaloj këtu? Sepse do të krijoj pak kapet. Fillimisht po editoj pak këto akset. Po të shikoni kemi level 0. Normalisht unë mund të kaloj në një nivel poshtë zeros për të treguar edhe zokolin e objektit. Atëherë po kaloj edhe një herë në arkitektur, level, pra të kuotat janë tani. Pick lines, i jap një offset, po i jap 0.5, pra gjysmë metri në nivelin 0. Ok, ja ku jam. Po kaloj dhe në 3 metër mbi këtë nivelin 1, për të krijuar edhe një kat. Mund të krijoj edhe një kat të dytë, përsëri me offsetin, ok. Mund të krijoj edhe një nivel që atje, 1.5 mbi këtë, në qoftë se do më duhet, do më thënë për të ndërtuar diçka. Ok, pra i modifikoj pak këto akset. Përdor të komandën për të ulur, kur kemi dy kuota afër e afër, do më thënë, po të klikoni keni këtë shenjën Z këtu. Po të klikoni këtë ndodh edhe ky përthimi, do më thënë që ne të kemi mundësi për të lexuar, le të themi, më mirë atë kuotën. Pra editimet të tilla mund të bëni pafund. Ok, atëherë unë kam dhe njërë kuotën 0, mund të shënoj kuota 0. Jepini yes, ok. Tu them nivel i poshtëm ose për zokoll. Niveli i poshtëm i zokollit. Mund të bëj një editim tjetër. Ok. Këtu tek niveli 1 them kati i parë. Kati 2. Kati 3. Dhe niveli qatis, nëse do bëjmë, do më thënë. Nëse do të bëj një ndryshim për shembull të katit parë, mund të bëj direkt 4 këtë dhe më lëvizi. Por ky kati i dytë më ngeli në këtë nivel. Mund t'i bëj një lëvizje këtyre me move. Them 1 metër, enter. Pra për të kaluar me 3 metër, do të thënë nga 4, 7, 7, 10 edhe tek 12. Ok, jemi mirë, do të thënë deri në këtë nivel të kuotave, të vendoset së kuotave, po të shikoni në floor plans janë edituar të gjitha këto nivele dhe kuota. Po të kaloj në north për të bërë një lloj verifikimi. Ok, këtu tani do të bëjmë një lloj rregullimi. Jemi mirë këtu, në jug, edhe këtu jemi mirë, në west, edhe këtu jemi mirë. Atëherë, unë po kaloj tani në kuotën 0. Për të vizatuar një kolon të tillë. Atëherë, për të vizatuar fillimisht një kolon, unë po kaloj në structure, për zgjedh një kolon, këtu kemi shumë tipe kolonash, concrete rectangular columns. Atëherë, unë po zgjedh të kolonën 30-30 që kam ndërtuar vetëm, pak më përpara. Duhet kemi shumë kujdes kur vendos kolonën, nuk mjafton vetëm ta piketoj, por dua të shikoj edhe sa e gjatë do jetë kjo kolona, se ku do vendoset. Unë jam në kuotën 0.
dua të shkoj deri në kuotën e katit të parë, atëherë them jo depth, por height dhe deri te kati i parë dhe vendos kolonën. Për ta parë, për ta verifikuar nëse e kam vizatuar në rregull, gjithmonë duhet ta kontrolloj me pamjen tridimensionale. I fshi pak këto pamjet që nuk më duhen. Lë vetëm një për kontroll dhe kaloj këtu tek default 3D view. Po të shikoni, kjo është kolona që kam bërë. Kjo është kolona. Po të kaloj në east, edhe këtu shkoj që kam vizatuar kolonë nga kota 0 në katin 1. Këtë pjesën e zokolit do e mbaj për themelet. Dhe kështu me radhë, do më thënë jam në rregull në kotën 1. Kaloj përsëri në structure, column. Zgjedh përsëri column, mund të bëj një edit type për të verifikuar pak hën edhe bën e elementit. Atëherë, bëj piketimin e të gjitha kolonave. Ok. Bëj një verifikim në 3D, ja ku janë kolonat. Ok, për të vajtur në kuotën 1, unë mund të vizatoj këtu edhe themelet. The structure isolated, foundation isolated, unë të kaloj këtu, dhe të shkoj pak që tipe themelesh kam. Atëre këtu kemi disa footing rectangular, 4 këndor, janë pilota, themele standarte, janë pilota, pile cap janë pilota. Tek footing rectangular jemi, ja? Unë po zgjedh këtë tip themeli, po kaloj pak në edit type, gjithmonë duhet të kontrollojmë pak se çfarë po bëjmë. Këtu tek type properties klikoni dhe preview për të parë pak elementin. Unë kam një kolon 30-30, do përdor një thellësi 0.5, pra foundation thickness, trashësia e themelit. Këtu jemi në width për trashësinë dhe përgjatësinë. Atëherë po kaloj në 2 me 2. Ok, pra një plint monolit me anë edhe bën, le të themi, të barabartë. Po kaloj në duplicate për ta shtuar si plint të ri. E them plint monolit beton arme. Them ok. Ok. Këtu kur unë e vendos, normalisht është pika, do më thënë, ku unë e piketoj në aks, në pjesën e poshtme. Ok. Atëre pse del kjo alerti? Kjo del sepse ne nuk shikojmë dot elementin që po krijojmë, edhe pse elementi po krijohet, por duke qenë që jemi në kuotën 0, nuk mund të shikojmë fiks elementin që jemi duke vendosur. Po i klikoj poshtë plintave, mund të bëj një verifikim në 3 dimensional, ja ku jam. Pra pikërisht unë e vendos në këtë pikë, dhe ajo e merr në pjesën e poshtme të objektit. Atëherë, këtu, max, do më thënë. Warnings, do më thënë. Ok, po të shikojmë jemi rregull. Në këto pozicionet këtu, plintat i kemi aq afër sa që mund të përdorim të njëjtin plint. Po të shikoni, këta janë bërë një shtap në vetë. Sepse ne kemi një 2 metër hapësirë dhe 1 metër me 1 metër këtyre plintave bëhet e përbashkët. Gjithsesi në këto pozicione ne mund të bëjmë dhe
mund krijojmë edhe një plint I cili mund të jetë I përbashkët. Gjithsesi këtu jemi në rregull, domethënë. Po të shikojmë në 0.5 metër, edhe këtu jemi në rregull. Po të vëmë në nivelin e parë dhe të duam të bëjmë dhe një shkallëzim të dytë, normalisht për këto plintat e mezit kryesisht mund krijojmë edhe ndonjë nivel të dytë plinti. Unë mund të krijoj një për shembull. Shkoj në kuotën 0, po shkoj në nivelin e poshtëm të zokollit, pra këtu, ku duket dhe plinti. Atëherë, po krijoj një element të ri, edit type, mbaj 2.5 me 2.5, dhe thellësim po e lë 0.7. Gjithmonë në tentativë po të shikoni më ndodhi që u rritën këto elementet. Gjithsesi unë nuk dua që këto të rriten, po kaloj në plint monolit beton arme, edit type, dhe I lë 2 këto si që kisha. Kur bëj duplicate në njerë, programi e merë automatikisht. Dhe ja, ok, tani jam në rregull. Zgjedh plintin e ri sa po krijova, jam në kuotën poshtë domethënë atij zokolit që sa po krijova, në disa zona. Për të kontrolluar në 3D ja ku jemi, domethënë tek plinti që e kam krijuar, në disa prej pozicione. Gjithmonë për të testuar atë që po bëj. Atëherë unë kaloj pak në kuotën 0. Ja ku jemi te kuota 0. Hapi I dytë që ne mund të bëjmë kuotën 0 është vendosja e mureve. Po kaloj në arkitekturë. Wall architecture. Atëherë zgjedh një mur tulle perimetral që nuk është mbajtës. Këto generik janë në rregull. 200 ose 225, unë po marr 200, pra 20, mur 20. Është e rëndësishme edhe një herë, ne jemi në kuotën 0, duam të shkojmë deri në katin e parë. Atëherë them height, lartësia deri në katin e parë për të vizatuar murin. Unë vizatova një mur për ta kontrolluar në 3D. Ja ku jam. Ky është dhe muri që sapo kam vizatuar. Kalojmë kuotën 0 dhe po vizatoj murin perimetral. Mund bëj një thyerje me 1 metër, jap një enter e hyrja. Mund bëj një kalim rreth 3.5 metër. Katin e dytë mund ta shtoj këtë pjesën këtu. Për të kontrolluar, ja ku është muri. Ok, tani do krijoj disa mure të brendshëm. Interior, po marr këtë, që 35, pra 13.5 cm, për të bërë disa ndarje të brendshme. Bëj një ndarje të tillë. Fillimisht këtu kam kafazin e shkallëve, unë mund të krijoj një mur mbajtës këtu. Pra të gjej një mur beton konkret, ja ku kam. Një mur mbajtës, po them deri në katin e parë, jam në kuotën 0.
Këtu krijova një mur beton. Ok, tani mund të krijoj me muret ndarëse. Prapë më hejt sipas lartësisë deri në katin e parë. Bëj një ndarje të tillë. Në shikoni si ma ka marrë këtë murin, atëre për ta sjellë në kushtet e kuotës 0, mund të bëj një modifikim të base offset, semi 0, dhe me apply. Pra për ta sjellë të murin ndarës në këtë nivelin këtu. Kaloj në kuotën 0, shkoj përsëri tek muri, ky është muri i brendshëm. Edhe njerë jemi në kuotën 0, do të shkojmë në lartësi deri në katin e parë. Ose mund të shkojmë me një kotë të diktuar prej 3 metrash. Atëherë, unë po e lë të hapur këtë pjesën këtu, mund të krijoj një ambient të mbyllur në këtë zonën 3.5 metër. Atëherë edhe njerë, jam në kuotën 0, po shkoj në katin e parë. Mund të vi deri këtu. Ok, mund të krijoj një mur tjetër këtu. Këtë zonën këtu mund të mbaj për garazh. Do bëj një mbyllje këtu. Edhe këtu. Një për bërë këto rregullimet, për shembull të këtij murit, mjafton ta preqim këtu. Këtu kemi një lëvizje. Ok. Pjesën tjetër kemi në rregull. Ok. Mund të shikojmë çfarë kemi bërë. Përsëri mua më kanë dalë disa mure në kuotë. Do mund të rregullojmë kollaj, në base offset shkojmë në 0. I selektojmë gjithë këto mure. Në 0, apply. Ok, kemi dhe të 2 muret. Ok. Atëherë, në këtë moment, ne shohim edhe themelet që nuk duhet t'i shohim, kështu që unë do krijoj një solet të shpejtë. Kaloj në kuotën 0, arkitektur, flor, përsëri arkitektur. Tu kemi disa tipe soletash, unë po zgjedh të soletën generic që e 50 mm, pra 15-që. Tu shikoni mënyrën si mund ta vizatoni soletën. Kjo është një shtresë dysheme më tepër, kështu që po zgjedh një rectangle në 4 këndor, po kap një pikë fillestare dhe i pikë fundore. Pa po të shikoni u kryua ky kontur i mbyllur, japim finish, po nuk nxori as warning as error, jemi rregull. Ja ku shohim që është krijuar dhe soleta jonë. Ose le të themi një shtresë dyshemeje. Ok. Mund të bëjmë dhe një lëvizje të kësaj soletës me move. Ok, gjithsesi do e shohim të kur të vendosim dyert e dritare. Atëherë, pasi kemi bërë këtë vendosje, unë po kaloj përsëri në kuotën 0, të kaloj në visual scale këtu në shaded, për të parë pak elementet që kanë vizatuar.
Tani unë do kaloj në vizatimin e dyerve. Po kaloj në dorë. Unë kam shumë tipe dyersh. Duhet një derë e jashtme. Që unë mund të zgjedh një derë të tillë, mund t'i bëj një edit. Tu shikojmë dhe le të themi pamjen e derës, derë e thjesht kjo. Gjithsesi function këtu është interior, do të gjej një derë të jashtme. Exterior, po zgjedh njërë këtë. Edit type. Ok, kjo është një derë metalike. Lartësia është 2.1 përbi 2.2. Rështja është 0.025 e klasës derës. Width është 1.8, në këtë përbi 2. Ok, në njërë këtu jam në kuotën 0. Tu jam në qendër, do më thëmë të derës. Dhe vendos derën. Për të parë se çfarë kam bërë, mund të shoh të pozicionin këtu. Ok. Në vura 4 metra këtë nivelin e katit parë, kështu që dhe derën duhet të arris pak. E unë kaloj në edit type të kjo tip derën. Bëj lartësinë 2.5 ose 2.8 edhe 2.6 po mbaj dhe hapjen. Apo ok. Ok, edhe dera tani është lëvizur. Dera kryesore. Po kalojnë kuotën 0. Kalojnë një pamje hidden line. Dhe do vendos dyert të tjera të brendshme. Derë garazhi. Do provoj një këtë derën këtu. Edit type. Pasi derë të brendshme, do më thënë. Widthin për mbaj 0.9. Mund të mbajmë dhe një gjerësim e derës. Lartësim për mbaj 2.3. Pjesa tjetër pastaj kam në rregull. Dhe një duplicate edhe kësaj. Ok. Atëherë për ta vendosur në pjesën e brendshme. Mund të duaj një hapje këtu. Vi për vendos fillimisht si derë. Ndryshoj pozicionin. Ok, sepse hapjen e dua në këtë pozicionin këtu. Mund të kontrolloj pak në 3D. Në kush dera që kam vendosur.
valet e kota, këtu mund të kemi një derë banje, e këta hapjem për këtej në pjesën e sipërme, këtu mund të kemi një sallon të madh, këtu në qoftë se është një derë kuzhine, bëni një hapje këtu. Normalisht ta mund t'i editoni, për shembull 0.5. Okej, me këto dyert, këtu do tentoj të krijoj një garazh. Mund ta lë edhe në këtë zonën këtu. Nuk është problem. Gjithsesi shkoj mirë, çfarë kemi bërë. Për të kat. Okej. Ndoshta edhe kjo dera jashtme nuk është në lartësinë e duhur të derës kryesore të objektit. Po zgjejmë një derë tjetër. Ja, kjo është derë balkoni. Ja, asë kjo nuk është që. Dhe mund të kërkojmë këtu në load family. E në doors. Commercial. Kjo mund të jetë mirë. Mund të shojmë ku shkoja e dera që sa po vonë. Ishte door exterior double. Kjo ishte si derë. Këtu jemi, mund të bëjmë një edit kësaj. Okej. Width po themi 2.4, lartësinë 2.8, duplicate. Okej. Në kontrollojmë. Okej, deri diku do. Është mirë. Atëherë, pasi kemi vendosur dyert, do të vendosim dritaret. Në Windows, arkitekturë dritare, tu tani do të zgjedhim një tip dritare. Okej, kjo është një edit type për të parë pak parametrat e dritares. Një 1.5 është me lartësi 1.2, për bëj 1.6 në këtë, tu për qoj 1.8 gjatësin, në duplicate, dhe tani mund të vendos. Tu në qendër një, vendos një tjetër tu, tu në vendos një dritar më të vogël. Nëse e doni të vendosur këtë dritare në mënyrë simetrike të ky muri,
Nuk bëni një mirë, do të thënë të dio. Në të kontrolloni pamje 3-dimensionale. Mund të ndërojmë pak dhe drejtimin këtyre. Ok. Jemi mirë dhe. Po kalojmë në kuotën 0. Po vendos një këtu. Zero pikë 5. Një këtu. Edhe një këtu. Po zgjedh një dritare të vogël. Këtu. Një dritare banje këtu. Ok. Mundem gjej një derë barazhi. Ok, për t'i dhënë pak lartësi kësaj. Këtu themi 3 metra. Width për e lëm 2.5. Dhe apply. Ok. Mund të shkojmë dhe në një pamje më realistike, këtu tek Visual Style. Ok. Po kaloj përsëri në shedit. Atëre, po kaloj pak tani në katin e parë. Normalisht unë këtu mund të vendos edhe një mobilim. Atëre, jemi në kuotën 0 këtu, unë po kaloj në katin e parë për të vendosur një dysheme. Flor, po përdor të njëjtën. Po zgjedh rectangle. Atëre, unë jam te kati i parë, por nuk shoh poshtë, domethënë elementet në katin përdhem. Si t'i shfaqun elementet që janë këtu poshtë? Atëre, këtu te properties keni një view range. Kaloni në edit. Shikoni pa këtu. Është e rëndësishme që ne kemi planin prerës në këtë kuotën 1.2. Dhe unë dua të shoh pak thellësinë e shikimit, domethënë, deri ku dua të shoh. Mund të shoh për shembull deri në kuotën 0, t'jap apply, por mund të shikoj dhe unlimited, t'jap apply. Pra, unë vërtet jam në katin e parë tani, por mund të shoh deri në themel. Mirë, dhe kjo është e rëndësishme. Unë bëj një shedit këtu, unë t'i mbaj edhe height and line. Dhe në këtë nivel, domethënë ku unë jam në katin e parë, do bëj një solet. Atëre floor, bëj përsëri këtë generic. Kap pikën e parë, pikën e dytë dhe jap ok. Kaloj në 3D.
Pra kam krijuar një solet të tillë. Normalisht tu do dalë edhe me ndonjë konsol. Në katin e parë jam këtu. Do krijoj një konsol në këtë nivelin këtu. Kaloj përsëri në flor. Përsëri me këtë pjesë. Me një balkon të tillë. Këtu mund të krijoj dhe një tjetër. Këtu paka shumë e kam një të tillë. Mund të kaloj në një balkon këtu. Dhe t'jap, okej. Këtu mund t'i bëj këtij murit një lëvizje. Atëherë këtu unë jam me këtë pamjen. Këtu jam paka shumë remove. Ok, tani jam në rregull. Pra i bëre një lëvizje atij murit dhe solla këtu që ta kem të ngjitur me soletën. Të njëjtën gjë mund të bëj edhe në këtë pozicionin këtu, që të mos më ngjelet kjo fuga. Atëherë këtu do të shkoj south, north, nuk më duhet, po kaloj në east. Një move. Ok, bë një control. Tani jam në rregull. Pra kam krijuar 2 soleta për balkone. Atëherë, unë mund të bëj një kopim të përgjithshëm të këtij katit për dhe. Ta bëj në një mënyrë të tillë. Shumë të thjeshtë. Mund të bëj në një mënyrë të tillë, kaloj në filter. Check none, të zgjedh dyert, kolonat, foundation, ja, walls, edhe windows. Këto mund të mbaren. Ok, të checkuara. Mund t'i bëj një copy. Po të shikoni kjo e lëviz në këtë drejtim. Atëherë i bëj një copy këtu. Copy. Dhe paste to align to picked level. E sjell në katin e parë. Ok, me një ndryshim që këtu unë jam në 4 metra, ndërkohë që këtë katin e dytë unë kam me i lartësi prej 3 metrash. Dhe kjo normalisht është një problem. Që duhet zgjidhur pa tjetër. Mund të bëhet në mënyrë të tillë manuale, ose mund gjejmë një zgjidhje tjetër. Unë po kaloj pak back. Ose më mirë do ishte që ne të bënim një konceptim arkitektonik të katit të parë. Dhe këtu jemi tek kati i parë. Tu kemi
akset për të vendosur kolonat, structure, column. Atëherë, ne jemi në katin e parë, në lartësi deri në katin e dytë. Po nuk po vendos këtu, këtu. Mund të bëjmë një kontrol kolonave. Në rregull. Tani me vizatimin e mureve. Atëherë unë po e zgjobloj për nivelin e shikimit. Edit ose associated. Ok, që të jemi vetëm me ndryshimet që bërë katin e dytë. Në katin e parë, më falni. Ok, tani me muret. Arkitektur, wall. Po zgjedhim murin generic 200, ai 20 cm, në lartësi deri në katin e dytë. Këtu nuk po vendos mur. Për të kontrolluar. Atëherë, ati i parë vendos pak murin të ka fazi shkallëve. Me muret e brendshme. Mund të krijojmë një dhëm gjumi këtu. Dhe në të shkim pak me vëmendje këtu. Kati dytë, mund të lëm me 3 metra, deri në katin e dytë. Për kati parë, deri në katin e dytë. Mund të krijojmë 2 dhoma gjumi këtu. Një dhom tjetër këtu. Mund të kontrollojmë. I krijojmë pak balkonet. Në katin e parë, një balkon do e kem këtu. Atëherë, shkoj përsëri në wall.
zgjedh një tip muri. Atëherë, për të vizatuar balkonin, unë po kaloj në wall, mund të marrim një mur normal, por mund të marrim edhe një balkon xhami, si të shikoni në të tillë. Mund të mbajmë sipas lartësisë me 1 metër ose 1.1 metër dhe fillojmë vizatimin. E vizatova një. Këtu tani mund të vendos disa kolonçina të vogla. Structure, një kolon druri ose me një profil metalik. Love family. Marr një element druri. Ok, timber column. Mund ta vendos në lartësinë e këtij katit, por të deri në 1.1 metër ose 1.2 metër. Ok, vendosa këtu. Vendos dy pikë 5. Vendos një këtu. Ok, kur bën interferencë, është problem, përfshiu njerë këtë për edhe njerë. Kolon e durit, ideja është të vendos këtu në aks. Tani po marr elementin e xhamit. Ok,
Le të shohim tani. Ja ku jemi. Le të themi që kemi krijuar disa elemente interesante. Vazhdojmë tani me vendosjen e dritareve dhe dyrë. Doors, fillimisht load family. Është derë e mirë për balkonet, vetrat për dhoma gjumi i tipit francez. Ok. Ja ku jemi. Me dyert e balkoneve që vendosëm. Atëherë me dyert e brendshme. Brenda kësaj mund të krijojmë një mur tjetër, ne? Një mur të brendshëm. Kati parë, lartësi deri në katin e dytë. Mund të eliminojmë këtë murin këtu. Ok.
Ok, le të themi tani i kemi krijuar gjitha mundësitë. Përveç një deri që pas kam haruar, duhet një derë dhe për këtë dhomën këtu. Ok, tani jam në rregull. Atëherë, drejtaret e vogla kontatin për dhe nuk më pëlqejnë. Kjo është lartësia. Nuk e mirë të drejtarë. Për banjën, ok. Këtu do shoh gjej diçka tjetër. Ok, të shohim pak të drejtarë. 0,9, 1,8, ok, kjo është mirë. Ok. Po tani do të vëmë drejtarët në katin e parë. Këtu. Që madhe për këtë kjo, por mund të vendosim një këtu. Ok. Disi jetë shregull. Disi si duket interesante. Ama ne kemi një kafaz shkallësh këtu, që duhet të hequr. Pse? Sepse është një vrim kjo, që duhet krijuar. Shkoj në katin e parë, bëhet fjalë për këtë pjesën këtu të soletës, kemi një komandë këtu shaft openings. Create a vertical opening. Dhe kjo e bën këtë për çdo kat. Atëherë, unë po zgjedh përsëri rectangle, po zgjedh
ta pres soletën nga kjo pjesa këtu deri këtu, gjithmonë për vendosjen e shkallëve. T'jap OK. SC, lënë 3D, e akoça soletën. E shikoni këtu që është qarë soletë. E unë do vendos një solet këtu, shkojmë në katin e parë, flor, përsëri do vazhdoj me disa pika këtu deri këtu. Në do të shkoj në katin e dytë. OK. Edhe këtu do të kem parasysh që të rris pak nivelin e shikimit, view range, view depth, të shkoj deri në katin e parë. Apply, OK. Tani mund të shkoj në floor, rectangle, në 2 pjesë unë këtë, sepse nuk do të kemi solet plot, deri këtu fillimisht, se do bëj dhe i tjetër, me rectangle që këtu, deri këtu. OK, e shojmë, në pjesën e hafazit shkallëve nuk vendosi, edhe këtu mund të vendosim një tip strehen. Atëherë në katin e dytë, pra le të themi në këtë kuat, i korespondon le të themi katit të tretë, do të shkojmë këtu, kemi këtu, unë do zgjedh të bëj diçka të tillë. Pra, normalisht vi nëpërmjet kafazit shkallëve, një pjesë e lë të lirë, domethënë të objektit, ne e shfrytëzoj për verandë, domethënë një pjesë të madhe. Edhe marr kolonat, structure columns, jo timber, por zgjidhim kolonat e betonit, në ku jemi, height po them si pas deri në katin e tretë, jemi në katin e dytë aktualisht, atëherë, një sekund, është kjo kolona që kryova unë, kjo është K30-30, kjo që kryova. OK. Është në katin e dytë, për të vizatuar muret, do heq pak nivelin e shikimit, shkoj brenda katit të dytë, OK, marr murin, marr murin 200, pra 20, këtu do të kem kujdes. Atëherë, jam në lartësi deri në katin e tretë. Unë të shënoj një limit prej 3 metrash dhe të them deri në katin e tretë.
deri këtu. Kontrollojmë, po. Brenda kësaj hapësirës unë mund të krijoj një apartament vogël. Garsoniere, do të thënë. Vendos derën. Zero pikë 2. Dhe po e kthej kështu dhe po them prapë 0.2. Po e fshik, po e bëj një mirror kësaj. E kontrolloj. Ok, vendos dhe dritarët. Dritarët të vogël këtu në banjë. Mos mund tjetër në derë. Mund vendos një derë. Një derë me rëshkitje. Balkonin e kësaj garsoniere. Pjesën tjetër pastaj mund vendos ato kolonat e drurit. Vetëm kujdes, nuk duhet kaq e lartë. Ose mund ta lë të tillë. Gjithsesi jo. Po e kthej këtë kolonën, po them lartësi 1.2.
Dhe vendosim një mur gjami. Këtu e lëm 1 metër. Okej. Le të themi kemi krijuar një objekt interesant. Unë po kaloj në katin e tretë. Po shfaq pak view range. Okej. Tu e kemi zonën e ndërtuar, do më thënë në këtë kat, mund të vendosim isolet. Atëherë në këtë pikë, unë do vendos një çati këtu. Kam vendosur për të vizatoj një çati. Po kaloj në katin e tretë. Tu kam një roof, pra kam një tip vizatimi të thjeshtë të çatisë. Po marr këtë tipin e parë. Zgjedh një çati të hollë. Një çati druri. Mund të vizatoj një kontur, normalisht me përafërsi jashtë konturit të ndërtuar të objektit. Këtu t'jap një kënd 15 gradë. Okej. Dhe mund të shikoj lëmë. Mund të vendosim dhe një çati tjetër. Edhe një në katin e tretë. Roof. Është me beton. Mund të marrim një me pllaka qeramike. Me brad tjerësia. Dhe për të parë, okej. Tani është mirë. Le të themi që kemi krijuar një bil plazh, le të themi, me 2-3 garsoniera. Mund ta shohim në version realistik. Pra kemi bërë arkitekturë, le të themi, por jemi marrë pak edhe me strukturën pak. Në me kolonat, pak soletën dhe këto plintat. Atëherë, ne këtu mund t'i shkojmë tani të 4 pamjet. Kjo është fasada nga lindja. Kjo është fasada nga veriu. Kjo
Kjo është fasada nga jugu. Kjo është fasada nga perëndimi. Okej. Për të kaluar tek kapi kota 0, kjo është planimetria kotës 0, planimetria e përgjithshme. Dhe ne mund të bëjmë dhe një prerje. Për shembull, prerja që mund të bëj unë, section, building section, mund të kaloj në këtë pozicionin këtu, të bëj një thyerje. Okej. Pra prerja që unë po bëj, mbulon këtë pjesën këtu dhe është orientuar në këtë pozicionin lartë. Për të parë këtë prerje, unë po klikoj me të djastën në Go to View. Kjo tani është prerja. Po i bëj hide se i zonës së prerjes, section 1. Tu mund të rris detajet, mund të kaloj deri në fine dhe në shaded. Kjo është prerja. Pra ne shkojmë gjithë elementet e prerë, shkojmë dhe elementet në dukje. Kemi një mur që do të shkoj në kotën 3. Base offset. Okej, rregullova ato muret që më kishin dalë këtu. Ka fazë shkallëve. Jam në pozicion le të themi që mund ta shoh të prerja. Mund të kaloj në katin në kotën 0, të bëj një prerje tjetër, tërësore, për shembull në këtë pozicion. Për ta parë klikoj me djastën Go to View. Atë pak të prerjen deri këtu. Dhe heq të vjen e prerjes. Atë bëj një shaded. Okej, edhe kjo prerje. Prerja objekti. Për të kaluar në kotën 0. Atëherë mund të vendosim dhe disa akse, disa dimensione, linear,
Okej, kjo mjafton. Po e regjistroj këtë. Save as si project. Projekt Villa Bregdet. Presim sa të regjistrohet projekti, duke qenë që template ishi masë dhe vonon pak. Okej. Unë mund t'i bëj dhe një export në AutoCAD për të marrë pasaj më tej me vizatimin CAD. File export, CAD formats, DWG. Section. Me gjithë të pamjen 3 dimensionale. Next. Do them Villa Bregdet me të njëjtin emër, por në formatin AutoCAD. E jap një OK. Atëre, për të kontrolluar, unë shkoj tek folderi, këtu është fajli Revit, këtu është fajli i AutoCAD-it. Klikoj për të kontrolluar pak AutoCAD-in. Si që thamë, AutoCAD-i është një tools, ose një plugin, temi, ose një instrument i Revitit. Tu jemi në AutoCAD, në pamjen 3 dimensionale të vilës që kemi bërë, por në AutoCAD. Visual Style, dhe një realistic. Një kush objekti që kemi bërë në Revit, por tashmë në AutoCAD të eksportuar. Atëre, Reviti bën edhe renderizimet, ato të famshmet. Rendera, kemi një komand këtu, ose në edhe këtu, render, ka disa opcione, ky renderi, quality, në po them high, tu mund t'jepni dhe dimensionet e printerit, lighting për ndriçimin sun only, sun and artificial lights, mund t'japim një tip ndriçimi dhe background, do të thënë mund të jetë transparente, no clouds, mund të jetë me disa re, cloudi unë bëj few clouds, disa re. Okej, me këto të dhëna do më thënë mjaftueshëm dhe render, jap një komandë render. Normalisht kjo do një farë kohë tani, një proces i gjatë. Dhe hapi final.
Okay. Ky është dhe modeli I renderizuar. Të mund të bëjmë një export në PNG, save. Ja ku është dhe objekti I renderizuar. Okay. Këtu mbyllet domethënë ky tutorial. Dhe le të themi është një detyrë.